Me ardhjen e pranverës janë shtuar ndjeshëm rastet me alergji sezonale. Rritja e temperaturave dhe rrezatimi diellor kanë sjellë fluks vizitash në qendrat shëndetësore dhe tek mjekët alergolog. Me ardhjen e pranverës janë shtuar ndjeshëm rastet me alergji sezonale. Rritja e temperaturave dhe rrezatimi diellor kanë sjellë fluks vizitash në qendrat shëndetësore dhe tek mjekët alergolog. Kjo situatë është vërejtur edhe në qytetin e Elbasanit. Mjekja alergologe Gjorta Sinani tregon se simptomat më të shpeshta janë të shtima, skuqje të syve, kruarje dhe bllokim të rrugëve të frymëmarrjes. Ajo thekson rëndësinë e dallimit të alergjive nga virozat, pasi shpesh ato ngatërohen për shkak të ngjashmërisë në simptomat. Ndotja e ajrit është një nga faktorët kryesor që rëndon gjendjen e pacientëve alergjik, shpjegon mjekja Sinani. Sëmundjet alergjike të stinës janë 3 më kryesore, është astma bronkiale alergjike, rinitja alergjike dhe konjunktiviti alergjik. Janë sëmundje që gjatë periudhës së pranverës, ato rëndohen si rezultat i alergjive stinore. Këto sëmundje, nëse ne duam t'i diferencojmë me njëra tjetrën, janë sëmundje që kanë një klinik pak a shumë të qartë. Rinitja alergjik ka të shtima, ka bllokim të hundëve, sekrecione nazale dhe të kruara të hundëve, që shoqërohet tash me një konjunktivitin që ka lotim, krye të syve dhe ndonjëherë dhe skuqje të syve. Ndërkohë që astma bronkiale pastaj është një formë tjetër e sëmundjeve alergjike. Gjitha këto sëmundje i përkasin rrugëve të sipërme respiratore dhe të poshtme respiratore, pra prekin sistemin respirator, dhe astma alergjike shoqërohet me koll, me dispne, me wheezing ose fishkëllima që i themi. Që në këtë periudhë, duke qenë se është ambienti alergjik, rëndohet më tepër se pjesën tjetër të stinës. Po është e shpeshtë në fakt, sidomos për astmën bronkiale, në kuadër të virozave, sidomos të virozat të periudhës kanë qenë të tilla që shpesh herë të sëmundjet i kanë ngatëruar me virozat e stinës. Ndërkohë që dhe riniti alergjik në vetvete është pak e vështirë të diferencohet me rinitin në tërësi, kështu që duhet të jetë një mjek specialist ai që diferencon një sëmundje alergjike nga një sëmundje jo alergjike. Por që nëse testohet, bëhen ekzaminime të përshtatshme, atëherë mund ta diferencosh shumë qartë kush është riniti alergjik dhe kush është jo alergjik, apo astma alergjike dhe jo alergjike. Sepse mund të ndodhi që faktorë të tjerë ta rëndojnë një astmë që s'është alergjike, por që ne konsiderojmë të tillë në varësi të klinikës. Sëmundjet alergjike jo vetëm në Elbasan, por në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë botën janë në rritje të sipër. Moshat e alergjive janë kryesisht moshat e reja. Fillojnë që nga fëmijët deri në moshën 20, 30, 40 vjeçare. Këto janë moshat më të shpeshta të sëmundjeve alergjike, sepse në qoftë se kalojnë pastaj në mosha më të mëdha, janë patologji të tjera që duhen hetuar. Janë të rritura si sëmundje, pavarësisht se këtu kene jo të gjithë pacientët i drejtohen specialistit, është edhe mjeku i familjes, është mjeku RL apo në farmaci që marrin mjekime, por në tërësi sëmundjet janë në rritje. Duke i krahasuar statistikat e tona me statistikat botërore janë shumë të ngjashme, kështu që është gjithmonë në rritje, jo vetëm në Elbasan, por në të gjitha andej. Sëmundjet alergjike në përgjithësi janë të rrit. Jo faktor pastaj ka plot. Është ambienti i ndotur, janë faktorët gjenetik që ndikojnë, jetesa që ne bëjmë, por që sëmundjet alergjike janë të moshave të reja. Ndërkohë që me kalimin e moshës, pastaj janë patologji të cilat i përkasin moshës më të rritur. Këtë duhet që ta kemi të qartë kur vim te alergologu. Sëmundjet alergjike fillojnë që nga fëmijët e vegjël. Sepse është një predispozit e tillë që në qoftë se ke familjar të cilët kanë sëmundje alergjike që i përkasin sëmundjeve atopike, dermatiti atopik, riniti alergjik dhe astma bronkiale, shanset që familjarët e atyre personave të kenë sëmundje alergjike janë të larta. Pastaj ndikojnë
mjedisi me të cilën e jetojmë. Ndotja është një faktor shumë i madh. Është e horia e higjienës që sot jetojmë në kushte më të mira social-ekonomike dhe kjo ka ndikuar shumë dhe në rritjen e sëmundjeve alergjike. Gjë që ka ndikuar në aspektin global, por sigurisht që ka ndikuar edhe te ne. Në qytete si Elbasani, ku ndotja është e pranishme në nivele të larta, personat alergjik kanë nevojë për më shumë kujdes. Ajo këshillon që pacientët të shmangin daljet në natyrë në orët e pikut të polenit, të mbajnë dritaret mbyllur gjatë mëngjeseve dhe të përdorin maska ose filtra ajri në ambiente të mbyllura. Alergjitë e pranverës zakonisht fillojnë në fund të marsit dhe vazhdojnë deri në qershor me intensitet më të lartë gjatë muajit maj. Ndikimi i tyre varet edhe nga moti dhe ndotja atmosferike. Të paktën të shmangim pikun e ekspozimit nga alergjenët që është nga ora 12 deri nga ora 2-3 mbasdite. Të përdorin syze dielli, të qëndrojnë në mjedise me ajër të kondicionuar, të përdorin filtra të përshtatshëm për alergjenët. Pastaj, nëse këto nuk funksionojnë, të vinë te mjeku specialist për të marrë mjekim adekuat për sëmundjen që ato kanë. Sa më shpejt trajtohet sëmundja, aq më mirë ecën ajo. Dhe sot ka metoda shumë të mira të cilat i shmang plotësisht sëmundjet alergjike, që është vaksina alergen specifike. Në mënyrë të tillë që këto fëmijë apo adult ta shmangin plotësisht ose pjesërisht simptomat që ato kanë, se mund të kenë simptoma të lehta apo të rënda. Mundemi që ne të luftojmë sëmundjen që jemi përballë.